Shqiptarët më pyesin se si bëj unë zbulimet e mia të mëdha, dhe ju do ta shikoni që është një proces emocional. Po të mos ishin emocionet, asgjë nuk do t'ishte gjetur. Fare. Dhe emocioni kryesor është që ne të gjejmë hapësirën ku shtriheshin ilirët gjyshrit tanë. Një nga këto hapësira është pikërisht Slovenia. Sepse s'ka patur slav aty, kuptohet. Mi po çfarë gjuhë flisnin banorët? Sipas Strabonit flisnin ilirisht. Dhe një liçen i madh i Slovenisë, ai e quan Kënet. Helos i thon Kënetës. Mirë po, ai thot që është një kënet e errët me ujë të thellë, me kuptimin të zi. Në gjuhën helene, i zi do të thot i thellë. Edhe në gjuhën latine, det i zi do të thot det i thellë. Dhe tani, do të kemi parasysh që ka ndodhur ngrohja globale dhe ka qenë më i cekët atëherë liçeni, ka qenë liçen akullnajor, që gjatë verës shkrihej. Ndërsa tani duket si një det i madh, pra atëherë ishte Kënet, sipas Strabonit. Pra e rëndësishme është që aty nuk ka patur slav dhe tjetra gjë më e rëndësishme është që ka ndodhur ngrohja globale. Ta shikojmë. Të dashur shqiptar, kjo është rënja 1190 me kuptimin ujë i zi, Kënet, dhe po ta shikojmë me kujdes, kjo rënjë gjendet tek gjuha helene, Lugaios do të thotë i errët, gjendet tek gjuha sanskrite, Gnila, që shqiptohet Nila, do të thotë e zezë, gjendet në gjuhën helene Elyge, do të thotë e errët, e zezë, po ashtu gjendet në gjuhën ilire Lygas, i thon Kënetës, sipas Strabonit. Gjendet në gjuhën shqipe Legat, i thon pikërisht Pellgut, Kënetës. Po ashtu gjendet në gjuhën lituaneze Liugas, i thon Kënetës. Dhe në gjuhë slave kjo është Luzha, g-ja bëhet zh në mes të temës së fjalës në gjuhë slave. Dhe kjo gjendet gjithashtu edhe në gjuhën gale Lugos, i thon pikërisht korbit të zi. Tani kjo është shumë e rëndësishme, pse? Sepse është gjetur ky liçen i jashtëzakonshëm që quhet Kënet sipas Strabonit. Pra ai e quan Helos Lugeon. Po t'ishte kjo në gjuhën slave, do ishte bërë zh, Lugeon. Pra është fjalë e pastër ilire e regjistruar para se sa të shfaqeshin slavët aty. Tani unë isha shumë i gëzuar dhe desha ta ndaj këtë lajm të madh me të gjithë shqiptarët kudo në botë, që të shikonin që gjuha ilire është gjuha jonë primordiale. Mirë po, unë vendosa të lexoj Strabonin në origjinal. Dhe ç'a ndodh? Sipas studimit tim, ky është një neologjizëm i Strabonit. Ai merr një mbiemër nga gjuha helene, Lugaios, i errët, dhe krijon Lugeon. Dhe çfarë është Lugeon? Është emër mbiemëror në greqisht. Por i krijuar nga Straboni, nuk gjendet në asnjë fjalor të botës. Pra nëse kjo do të ishte fjalë ilire, kjo do të ishte gjetur në shumë autor dhe do të ishte në gjuhën shqipe Lugeon. Pra kjo fjalë është krijuar sipas ligjeve fonetike të greqishtes. Straboni, një lloj si shkrimtari i shquar Ismail Kadare, kishte një fantazi artistike. Edhe unë kam fantazi artistike, edhe unë kam krijuar neologjizma. Edhe Kadareja për shembull ka krijuar neologjizmin nënkres, që do thotë jastëk. Mirë po ne nuk e përdorim, nuk na pëlqen fjala nënkres, përdorim fjalën turke jastëk, sepse jemi përzierë me turqit, na pëlqen shumë fjala turke. Pra është përzierë gjaku i lirit me gjakun e aziatikut. Dhe ne nuk ndryshojmë. Tani si e bërëm këtë zbulim? Duke parë kryeministrin shqiptar, që në çdo fjalim thot Këneta, bufi, Këneta, dhe në fakt, të gjithë këto 30 vitet e fundit kemi vetëm sharje, mallkime në parlament, në shtyp, në media, dhe më e keqja është se ne kontrollohemi nga moderator, të ashtu quajtur gazetar i shpriftur një grek,
që na shpjegojnë neve në Shqip se çfarë ndodh. Ndërkohë që kufiri me Greqinë është hequr, po bëhet bashkimi ekonomik Shqipëri-Greqi, asnjë nuk e di. Shqiptarët rinia janë përzën nga dheu. Kryeministri ynë është bërë vasal i Greqisë dhe pjesërisht i Italisë. E ka kthyer vendin tonë në një burg të madh. Pra duke parë fytyrën e tij Rome, unë u binda përfundimisht pra që në Shqipëri ka ndodhur diçka të tmerrshme. Mund të kem qenë unë ndoshta shtërgjyshit e mi i lirë të lavdishëm, mirë po ne jemi përzier pra me fiset slave, me fiset turke, dhe ne nuk e kishim idenë që pas ka qenë një liqen akullnajor në Sloveni që quheshte Këneta nga Straboni. Pra në qoftë se unë nuk do ta kishe lexuar Strabonin, nuk do e kishim gjetur Kënetën. Do të thënë, ne nuk do e dinim që ka patur Ilir në Sloveni. Dhe vërteta është që këta Ilir kanë folur helenisht. Ose ky është shpikje e Strabonit nga mendja e tij. Ta shikojmë që kjo është në fakt shpikje e Strabonit. Tani shikoni me vëmendje se ka ndodhur diçka shumë e tmerrshme. Straboni merr fjalën Lugaios, që do të thotë i errët, është një mbiemër dhe krijon një emër mbiemëror, Asnjanës. E shikoni? Ky emër mbiemëror krijohet gjithmonë në gjinin mashkullore me mbaresën eos, në gjinin femërore me mbaresën ea dhe në gjinin asnjanse me mbaresën eon. Është emri i lakimit të parë dhe të dytë, por emër mbiemëror, me kuptimin i përket diçkaje. Ky lloj krijimi është vetëm në gjuhën helene të dashur shqiptar. Është tipari helenishtes. Shkrimtarët helen krijojnë neologjizma në këtë mënyrë, siç e bëri Straboni në këtë rast. Pra ka mundësi që ilirët mos ta kenë përdorur kur këtë fjalë, mund të ketë patur atje ilir, nuk ka asnjë lloj dyshimi që s'ka patur slav në Sloveni para shekullit të 6, sepse Straboni nuk dinte gjë për ta. Por ky është teksti origjinal i Strabonit në greqisht, dhe po ta shikosh me vëmendje, ai përdor pikërisht këtë shprehje Helos Lugeon, këneta e zezë. Pra Lugeon nuk ka kuptimin kënet, sepse kënet është fjala Helos në greqisht. Lugeon do të thotë e zezë, zezonë. Një lloj si mbiemri Lugaios, i errët, i zi, i thellë. Pra ky është një krijim i Strabonit dhe ndoshta ka patur ilir padyshim, por ata asnjë kanë përdorur kur fjalën Lugeon, ndërsa në shqip është fjala legat dhe nuk lidhet me fjalën Lugeon. Dhe nuk kemi dëgjuar për ilir kur, nuk e dim kush janë ilirët. Në fjalën ilir e kemi mësuar nga Wikipedia, që ta dini, dhe nga Enciklopedia Britanike. Ne nuk e dinim kush ishin ilirët. Ne në fakt i ngatrojmë ilirët me pellazgët, jemi komplet koktrash. Pra të dashur shqiptar, është një krijim stilistik i Strabonit, nga mbiemri i zi në greqisht. Pra këto janë fjalët ilire, janë fjalë greke të autorëve helen. E kuptuat çfarë është ilirishtja, pak a shumë? I keni parë filmat e mi dhe do ta kuptoni që ilirishtja janë fjalë greke të përdorura në tekstet e autorëve grek. Nga njëherë janë fjalë të mira, nga njëherë janë sharje, fyerje të rënda. Si për shembull, brokoj do të thotë larvat e bretkosave, ashtu na quajnë ata. Na quajnë penestai, do të thotë sklever. Na quajnë douloj, do të thotë dule, mbiemri i shqiptarëve, dule, por ka kuptimin sklever në gjuhën greke. Pra, ato që ne na duken si emra dhe mbiemra ilir janë sharje në greqisht. Në këtë rast është një fjalë shumë e bukur, kënet e zezë. Pra, si e bëra këtë zbulim madhështor, duke parë fytyrën e neveritshme të kryeministit shqiptar, që vetëm thot bufi, këneta, nuk ka dalë asnjëherë në parlament të bëjë një diskutim intelektual, nuk ka diskutuar asnjë gjë për politikën e jashtme të Shqipërisë. Bëhet vetë mbret i shqiptarëve, e shpall veten mbret. Dhe po të bësh mbret kuptohet që merr të gjitha pasuritë e një mbreti, kuptohet,
Dhe duke dëgjuar fjalën këneta, bufi gjatë gjithë kohës, të gjithë këto 30 vjet nga goja e tij, më është neveritur çdo gjë. Më është neveritur ilirishtja, më është neveritur vetja duke parë atë njeri. Më vjen turp që jam shqiptar duke parë atë njeri dhe duke dëgjuar fjalët e tij të pista. Dhe nga neveria e madhe fillova të lexoj pra për ilirët dhe e kuptova që ilirët nuk janë gjë tjetër veç se një fantazi e autorëve helen. Fjalët ilire ose emrat ilir janë emra të krijuar nga shkrimtar helen. Dhe të gjithë fjalët ilire gjithmonë lakohen sipas ligjeve fonetike të gjuhës helene. Kjo është e gjithë historia e ilirishtes të dashur shqiptar. Fantazi e shkrimtarëve helen, duke filluar që me Homerin dhe duke mbaruar me Strabonin. Pra, duke parë fytyrën e kryeministrit shqiptar, duke u neveritur prej tij aq shumë, këneta, bufi, këneta, unë kuptova që fjala këneta është helos në helenisht, dhe pastaj vjen mbiemri, Lugaios, kënete zez. Dhe nga Lugaios, Straboni krijon fjalën Lugaion. Është emër mbiemror në greqisht. Nuk ka patur kurfar ilirësh aty, ose ka patur, kanë folur ndoshta komplet një gjuhë tjetër, po ky është emri i Strabonit që ka krijuar ai në kokën e tij. Është një lloj si të kur të krijosh një popull fantazmë duke lexuar Pallatin e ëndrave të Ismail Kadares. Dhe të fusësh fjalën nën kres, jastek, që ne se kemi përdorur kurrë, por ai ka përdorur pra fjalën nën kres, Kadareja. Është krijimi i tij. Por shqiptarët nuk e dinë ç'do thotë nën kres, se kanë dëgjuar kurrë, dhe as që do e përdorin asnjëherë. Por edhe po ta përdorin, do shënohet që ky është krijimi i Ismail Kadares. Pra dhe fjala Lugeon është krijim i shkrimtarit Strabon, që i thonë sy shtrëmbër grekët e shanin, sepse ai i donte ilirët. Dhe më thënë ilirët kanë ekzistuar, kjo kuptohet. Çfarë duhet të them me këtë, që këto fjalë që ne i quajmë ilire janë greke, që ta dini. U kuptua tani çfarë është ilirishtja? Janë terma të krijuar nga shkrimtarët grek. Kjo është ilirishtja. Kjo është shumë e rëndë, si zbulim. Por nuk do ishte bërë kur ky zbulim asnjëherë, sikurmos kisha dëgjuar unë gjithkohës për 30 vjet. Këneta, bufi, non grata. Kjo është mënyra se si flet kryeministri shqiptar. Ka futur fjalën tallava në shqip, që vjen nga gjuha e jevgjëve, talovas. Në gjuhën e jevgjëve, tal i thon poshtë, ovas i thon dorës, dora poshtë, do me thënë mos i lëviz duart kur këndon. Kjo është e gjitha. Dhe kjo është bërë tallava në shqip. Është bërë jevgë gjuha shqipe. E pra, kuptoni çfarë po ndodh me shqipen, po prishet, po shkatërrohet gjuha shqipe, dhe ne si kemi përdorur këto fjalë ilire, këto janë fjalë të krijuara nga shkrimtarët helen. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. A u bindët se me çfarë giganti keni të bëni apo jo?